Më kam pa 4 atentate, doktor. Kam ba 3 operacione stamor për 1 rom. Kemi i kafe të krimit në Elbasan. Kafja e krimit. Se kush janë? Kafja e krimit mbi cilën janë helmu disa vetë. Edhe mu aty më helmoj. Gjatë fortores së zhvilluar ditën e sotme në Elbasan, një militant i Partisë Demokratike ka ndërhyrë gjatë fjalës së kryetarit Sali Berisha, duke bërë deklarata të forta lidhur me situatën e sigurisë dhe krimit në qytet. Militanti është ngritur nga salla dhe i është drejtuar drejt për drejt Berishës, duke pohuar se në Elbasan ekziston ajo që ai e quajti kafja e krimit. Më kam ba 4 atentate, doktor. Kam ba 3 operacione stamor për 1 rom. Kemi i kafe të krimit në Elbasan. Kafja e krimit. Se kush janë? Kafja e krimit mbi cilën një ambient që sipas tij është i lidhur me ngjarje të rënda kriminale. Ai pretendoi se në këtë lokal janë helmuar disa vetë, duke ngritur shqetësime serioze për mungesën e rendit dhe reagimit të institucioneve. Në deklaratën e tij, militanti shkoi edhe më tej, duke thënë se vetë ai ka qenë objekti 4 atentateve. Sipas tij, këto ngjarje janë pasojë drejt për drejt e lidhjeve mes krimit dhe pushtetit lokal, ndërsa akuzoi strukturat shtetërore për heshtje dhe mosveprim përballë këtyre fenomeneve.